për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozit në gjendje që të na sfidoj realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtë vend të vazhdoj të ekzistojë për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe karburantin e paguar për të ekzistuar. Po s'është kjo. Kjo ngjan shumë me ato jashtënxjerrjet e zakonshme të opozitës vetë asgjësuar. Flas për atë protest për sa kohë ishte qytetare dhe për sa kohë u shfaqën njerëz cilët i çoi aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë.